Shoqata humanitare Bereqeti ka nisur aksionin humanitar Sofra e Ramazanit, ku 200 familje në komunën e Klinës do të përfitojnë pako ushqimore fal bashkëpunimit me qendrën Mbreti Selman për punë humanitare nga Arabia Saudite. Drejtori i shoqatës Bereqeti, Gjeladin Fazliu, ka bërë të ditur se ndihma ka ardhur si rezultat i këtij bashkëpunimi dhe se shpërndarja e pakove ushqimore do të bëhet për familjet në nevojë për muajin e shenjtë të Ramazanit. Ndërkaq, kryeimami i Këshillit të Bashkësisë Islame në Klinë, Bleri Musliu, theksoi rëndësinë e solidaritetit gjatë muajit të Ramazanit, duke u bërë thirrje besimtarëve që të jenë pranë atyre që ka nevojë. Aksioni Sofra e Ramazanit është një nga aktivitetet tradicionale humanitare që organizohet çdo vit gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, me qëllim mbështetjen e familjeve në nevojë. Shoqata humanitare Bereqeti, në bashkëpunim me partner ndërkombëtar, ka realizuar ndër vite 10 aksione të ngjashme në Kosovë, duke ndihmuar qindra familje me pako ushqimore dhe mbështetje sociale. Në prag të muajit të madhërisëm të Ramazanit, muaj i cili përveç përgatitjeve shpirtërore të cilat i bëjmë, që ta shfrytëzojmë këtë muaj në ngritje tek Zoti, në faljen e gjunaheve, sigurisht se ky muaj e shfrytëzojmë edhe për pastrimin e shpirtave tanë. Dhe ky pastrim i shpirtave tanë sigurisht bëhet edhe përmes qëndrimit afër të atyre të cilët kanë nevojë. E neve në vazhdimsi mundohemi që të jemi afër atyre të cilët kanë nevojë, por sigurisht në raste të tilla, në momente të tilla, ku shpërblimet janë të shumëfishuara dhe njëkohësisht nevoja është më e madhe, ne mundohemi që të gjinim afër atyre të cilët kanë nevojë. E ne kemi filluar tashme me sofrën e Ramazanit, e cila shtrihet në tërë territorin e Republikës Kosovës. Edhe ne si qytet jemi pjesë e kësaj sofre të madhe, ku tani më po shpërndajmë 200 pako për 200 familje, duke falendëruar donatorët tanë. Lutim Zotin e Madh të na mundsoj që çdo vit e me tutje nevoja atyre të cilët kanë nevojë të jetë më e vogël. Pra numri atyre të cilët kanë nevojë të jetë gjithherë e më i vogël. Kjo do të na gëzonte më shumë. Megjithatë, përderisa ka nevojtar, ne do të jemi afër tyre e do të jemi një ulëse përmes juve bëmerës dhe atyre të cilët kanë nevojë. Jemi këtu në Klinë, ku po përkujdesemi për 200 familje që t'u japim nga një pako ushqimore në prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Kjo ndihmë vjen në kuadër të aksionit Sofra e Ramazanit që kemi na si shoqatë Bereqeti, po këtë ndihmë na i sjellin donator miq tonë të cilët tani e disa vite kena bashkëpunime serioze me ta, dhe kjo është një ndihmë jashtëzakonisht e rëndësishme për neve, po edhe për këtë komunë, që sot do të shpërndajmë për 200 familje 200 pako ushqimore, dhe kjo ndihmë vije nga bashkëpunimi që kemi me qendrën e Mbretit Selman për punë humanitare nga Arabia Saudite, që si vjet nivel vendi na ka ndihmuar me mbi 8000 pako ushqimore, kështu që edhe Klina është në mesin e atyre përfituesve të cilët do të përfitojnë prag të muajit të bekuar të Ramazanit. Andaj edhe nga këtu falenderoj qendrën e Mbretit Selman për këtë ndihmë jashtëzakonisht të rëndësishme për nevojtarët e vendit tonë.